Një autobus me 52 turistë shqiptar është aksidentuar pas ditën e të premtes në aksin rrugor Tivar-Ulqin në fushën e Merkotit. Nga aksidenti humbi jetën një 25 vjeçare Orena Kuca, ndërsa mbetën të plagosur 32 persona të tjerë, 3 prej të cilëve në gjendje më të rëndë. Ndodhemi këtu në vendin ku ka ndodhur aksidenti, pranurës së Merkotit në rrugën e vjetër që të çon drejt Tivarit, pra nga Ulqini drejt Tivarit. Këtu pas meje është edhe autobusi në të cilin kanë qenë 52 persona, i cili rreth orës 18 ka përfunduar, të paktën edhe sipas dëshmive të vetë personave që kanë qenë në autobus, për të liruar vendin. Një tjetër makinë ka përfunduar në ato vend vetëm pak metra më poshtë. Një prej pasagjerëve në autobus, Ledio Qaniu nga Gjirokastra, tregon se si ndodhi ngjarja, kur autobusi me të cilin udhëtonin humbi kontrollin duke përfunduar pak metra poshtë në fushën e Merkotit. Shoferi donte të hapte krahun, një makinë që kishim nga mbrapa për parakalim, bëri në krah të djathtë, jo se kishte shumë faj, s'kishte çfarë bënte edhe shoferi. Thjesht i rëshkiti gomë djathtë e pasagjerit dhe mori saktë autobusi 2-3 herë. Keni qenë duke lëvizur me shpejtësi në atë moment? Jo, nuk ishim me shpejtësi. Ishim shumë ngadalë. Sa persona keni qenë? Unë isha 2 serdile mbrapa autobusit. Mbrapa shoferit? Mbrapa shoferit. Nga Dubrovniku kthesh? Po. Të plagosurit, siç mësohet nga mjekët në spitalin e Tivarit, janë jashtë rrezikut për jetën. 2 prej tyre raportohet se kanë dëmtime më të rënda, pasi kanë pësuar fraktura, ndërsa një grua është dërguar në spitalin e Podgoricës për trajtim më të specializuar. Për të parë gjendjen e të aksidentuarve ishte në spitalin e Tivarit dhe Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj. Përveç një humbje jete tragjike, të lënduarit e tjerë janë jashtë rrezikur për jetën. Kolegjiumi i mjekëve do të bëjë një vlerësim të gjendjes, të kemi marrë masat për të vendosur kush nga të lënduarit do të transportohen vetë, sepse nuk kanë probleme, dhe kush pastaj do të duhet transportohen me mjetet autoambulancë. Sakaq dhe Zoran Sërcentiq, kryetari i komunës Tivar, tregon masat e marra në përballimin e këtij aksidenti të rëndë. Të gjithë janë në gjendje të mirë. Kemi një pacient të gjinisë femërore e cila ka pasur edhe thyrje brinjësh dhe dëmtime të tjera të zgavrës së krahërorit, të cilën e kemi dërguar në qendrën klinike në Podgoricë për trajtim më të specializuar dhe gjendja e saj është e mirë. Aktualisht kemi 32 pacient, prej të cilëve 3 me fraktura, por jashtë rrezikut për jetën. Autobusi me targa shqiptare AA 581 JZ i përket shoqërisë Klit Ballkan dhe drejtohej nga shtetasi Shkëlqim Cali, ndërkohë që udhëtimi turistik është organizuar nga shoqëria Kalemi Travel. Pasagjerët të grupmoshave të ndryshme janë nisur në datë 24 nga Tirana në Dubrovnik dhe pas ditën e kësaj të premteje po ktheheshin në kryeqytet. Në bordin e autobusit ndodheshin 52 pasagjerë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Një prej përfaqësuesve të shoqërisë Klit Ballkan konfirmoi për News 24 se autobusi ishte me dokumenta dhe kontroll teknik të rregullt, ndërkohë që policia e Malit të Zi ka nisur hetimet dhe paraprakisht shkaki i aksidentit dyshohet të jetë rruga e ngushtë dhe terreni i papërshtatshëm për të ndërruar 2 automjete.